Shqipëria është një nga vendet e Ballkanit Perëndimor që janë më pro Bashkimit Evropian. Sipas sondazhit të fundit të Eurobarometër, vjeç 2024 në Shqipëri 81% e qytetarëve tregojnë besim ndaj BE-s dhe 83% besojnë se anëtarësimi në BE do të ishte një gjë pozitive. Mbështetja është shumë e lartë se vendet e tjera si Malizi 75%, Kosova 70%, Maqedonia e Veriut dhe Bosnja secila 56% dhe më e ulta në Serbi me vetëm 38%. Mbështetja e lartë për BE në Shqipëri reflekton disa faktorë, si faktin që anëtarësimi në BE shihet si një rrugë drejt standardeve më të larta demokratike dhe të drejtësisë. Shumë shqiptar besojnë se bashkimi me BE do të sjellë investime, punësim, përmirësime në shërbimet publike dhe një standard më të lartë të jetesës. Në krahun tjetër, ky besim reflekton mungesën e besimit apo paaftësinë e qeverive të pas 90-s për të përmirësuar e për të zhvilluar vendin që edhe sot është ndër më të varfrit e Europës dhe ndër më të korruptuarit sipas indekseve të Transparency International. Ndonse BE në dekadën e fundit duhet pranuar që nuk ka pasur oreks të madh për zgjerim, shanset për Shqipërinë nuk kanë munguar në kuadër të planeve rajonale për zhvillim ekonomik, por sa i kemi shfrytzuar ato. Të dhënat nga korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor për 2020-2024 tregojnë se Shqipëria ka tërhequr projekte me vlerë investimi rreth 600 milionë euro, shumë të ulta në krahasim me Serbinë 2.5 miliardë euro apo Bosnjë-Hercegovinën 2 miliardë euro. Edhe nga këto projekte ka nga ato që janë zvarritur pafund, si bypassi i Tiranës me vlerë mbi 200 milionë euro, që ende nuk dihet se kur do të bëhet. Ky ishte i vetmi projekt rrugor në kuadër të korridorit 8 dhe korridorit blu, teksa segmentet e tjerë rrugor qeveria preferoi të zhvillonte me formën e projekteve të partneritetit publik-privat me kosto për kilometër që po rezultojnë shumë të larta se projektet që vendet e Ballkanit Perëndimor po bëjnë. Projektet që Shqipëria po përfiton aktualisht janë kryesisht në fushën e Hekurudhës, ku sërish vonesat nuk kanë munguar. Hekurudha Tiranë-Durrës po zgjatësin më shumë se sa 3 vjet dhe nuk kanë ende një afat të saktë kur do të përfundojnë. Projektet e IPARD, një instrument financiar i BE-s i destinuar për vendet kandidate dhe potencialisht kandidate që synojnë të përmirësojnë sektorin rural dhe bujqësinë, janë një tjetër shans i humbur. Projekti u pezullua nga Bashkimi Evropian për shkak të rasteve korruptive, duke e lënë bujqësinë pa financim, duke detyruar qeverinë që të krijojë një linjë financimi të posaçme në përmjet Bankës së Shqipërisë për vitet 2023-2027. Nga ky projekt do të financoheshin rreth 100 milionë euro për bujqësinë. Tashmë Shqipëria është pjesë e planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor që ofron 6 miliardë euro ndihmë financiare shtesë për të mbështetur reformat socio-ekonomike dhe themelore si dhe investimet përkatëse. Deri në vitin 2027 Shqipëria ka mundësi të marrë deri në 922.1 milionë euro gjithsej nga mekanizmi i reformës dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor në këmbim të reformave në shtetin e së drejtës dhe të drejtat themelore, energjinë e rinovueshme, ekonominë digjitale, kapitalin njerëzor dhe zhvillimin e sektorit privat. Mos prisni që ky plan të bëjë mrekulli. Së pari, shuma në vetvete nuk është e lartë. Për shembull, shpenzimet kapitale të qeverisë nga buxheti tashmë i kanë arritur 1 miliard euro në vit. Nga ana tjetër, vetëm 30% e saj janë grante, ndërsa pjesa tjetër investim, pra kredi, që Shqipëria me treguesin e përmirësuar të borxhit publik rreth 54% e prodhimit brendshëm bruto mund ta marrë kudo. Siç analizon në artikullin e saj të dedikuar Monitor, të ndara në vit këto grante nuk i kalojnë 80 deri 100 milionë euro, pa sa është edhe shuma që marrim sot nga instrumenti për asistencë para anëtarësimit, një mjet financiar i BE-s që synon të ndihmojë vendet kandidate dhe ato potencialisht kandidate në përgatitjen për anëtarësim. Së dyti, këto para do të jepen në këmbim të reformave në shtetin e së drejtës dhe të drejtat themelore, energjinë e rinovueshme, ekonominë digjitale, kapitalin njerëzor dhe zhvillimin e sektorit privat. Pagesat kushtëzohen me arritjen e reformave të specifikuara në agjendat e reformave të përgatitura nga secili përfitues. Së reforma në fakt janë shumë të rëndësishme se sa grantet apo financimet që mund të marrin nga BE. Përpara se të pres nga të tjerët, Shqipëria duhet të ketë vullnetin të rregullojë shtëpinë nga brenda, si lufta kundër korrupsionit, forcimi i sundimit të ligjit, modernizimi i administratës publike dhe përmirësimi i transparencës në sektorin publik, krijimi një mjedisi biznesi me rregulla loje të qarta. Vetëm duke adresuar këto çështje të brendshme, Shqipëria do të arrijë të demonstrojë se vendi është gati të përqafojë normat europiane dhe të kontribuojë në një reagim europian të suksesshëm. Ky është shansi i vërtetë i Shqipërisë.